Zotri Damari, i cili është kryesuesi i seancës konstituive, konsideroni që ka marrë rol politik dhe nuk po e kryen këtë detyrë? Jo rol politik, po është një kukull, fatkeqësisht, në moshën e tij. Historisë vendit po ja lën një monster, kukull, që asnjëherë, edhe përkundër që kemi pas situata, asnjëherë, po të kishin cili do prej deputetëve të Serbisë, unë s'kisha besu që kishin mujt me bani veprim, se në fund ata i kishin mbrejt. Zonja Xhiu, ai po e keq përdor kët, edhe sinqerisht e tham, po e keq përdor, por mos harroni, nuk ka askush që mundet me shpërba këtë vend, dhe pak narësi s'po i vje fundi. Nuk është vetëm e deputetëve, se ne përfaqësojmë qytetarë që na kanë çuar atë vend. Por pak narësia po rritet tek qytetarët. Atëherë mos vinë me festu prej një skandali, duke uzurpu një natë më parë, na e mbyllën derën, sallën e kuvendit, kur ne kishim drejt mbas kushtetues vendit me u grumbullu si deputet. Edhe na e mbyllën derën, edhe ditën e nesërme prap lojnat politike si që din zoti Kurti me bo, dhe gjenë kohë më ardhë me festu në Gjakovën të cilën thash edhe njëherë ma mirë kishtë qenë që Mimoza, Arbria edhe Albulina me shku e me i pa familje që kanë humbë njerëz në qatë rrugë, të cilën nuk e kanë ngritë zanin për me rregullu që 7 vite me buxhet të keqpërdorur, me buxhet i cili